Pesë racat që unë i rekomandoj që të mba në ambientet të brendshme janë fillimisht filloj me racën bishëm frizi. Kjo është vetëm mendimi im personal, po këta njihen si racë hipoalergjenike, pra nuk lëshojnë qime dhe nuk shfaqin alergji tek personat që janë alergjik në qend. Pastaj e kemi racën toy poodle, ku edhe këta janë qenë që lëshojnë më pak qime dhe janë lehtë për të mbajtur në ambientet të brendshme. Kemi racën maltezer, i cili nuk lëshon qime, mirë po është si natyrë pak më e vështirë për të mbajtur për dallim nga bishëm frizia dhe toy poodle. Raca e katërt është mini maltezi për të njëjtat atribute që është edhe maltezeri, plus që është racë edhe më e vogël me trup. Dhe raca e pestë është raca pekinezer, ku mund të lëshoj pak qime, mirë po është një racë e vogël, është i lehtë për të mbajtur dhe i lehtë për të shëtitur. Nuk ka ndonjë problematik të madhe në ambientet të brendshme shtëpiake. Kur jemi tek këto 5 raca, është e rëndësishme të ceket që këto të gjitha janë raca të vogla, duhet të ushqehen me ushqime kokër dhe pavarësisht prej ushqimit, mirë po si mesatare mund të marrim një 80 deri në 100 gram në ditë, në mënyrë që të përmbushen ato nevojat ditore të tyre dhe të mos ketë nevojë për mbjeushqyerje të tyre. Shëtitja te këto 5 raca është më e lehtë për shkak që këto 5 raca mund të kenë shëtitje të 2 herë në ditë në intervale më të shkurta kohore, për shkak që edhe kondicioni i tyre nuk i lejon që të bëjnë ecje shumë të gjata, mirë po gjysore deri në 40 minuta mund t'i bëjmë pa ndonjë problem. Trajnimi tek këto 5 raca dhe socializimi tek këto 5 raca, kur jemi tek racat e vogla e dim që janë më të vështirë për të mbajtur për shkak të karakterit të tyre më të zëshëm. Përjashtim këtu mund të themi që bën raca bishëm frizi, ndoshta për shkak që natyrën e ka më të butë. Mirë po socializimi të gjithë këtyre qenve duhet të fillojë sa më herët, kur përfundon periudha e vaksinimit, këta duhet të jenë në kontakt me qenë të tjerë, në mënyrë që të socializohen dhe të kenë kontakt edhe me fëmijët në mënyrë që të mos shfaqin shenja agresiviteti ndaj tyre. Kur jemi tek sëmundjet më të shpeshta që shfaqen tek këto 5 raca, mund të themi që tek 4 racat e para, siç është bishoni, toy poodle, maltezi dhe mini maltezi, një nga problemet më të shpeshta që shfaqen është alergjia nga ushqimet e ndryshme, janë jashtëzakonisht qenë të ndihshëm nga alergjitë, ndërsa kur jemi tek raca pekinezer, pekinezerët janë më të ndihshëm ndaj problemeve me frymarrje për shkak edhe të hundës dhe ndërtimit anatomik të tyre, për shkak që njihen si racë brakiocefalike dhe për këtë arsye problemet më të shpeshta mund të kenë ndoshta me traktin e sipërm respirator. Kur jemi tek këto ushqyerit me ushqim kokër dhe me ushqim shtëpiak, ne si veterinarë rekomandojmë gjithsesi të ushqehet qeni me ushqim kokër për arsye që është ushqim i formuluar dhe i destinuar për ta, ndërsa është ushqim i balancuar me proteina, me karbohidrate, me gjithçka çfarë kërkesa kanë qenë, ndërsa kur jemi tek ushqimet shtëpiake nuk mund të jenë të balancuara asnjëherë, edhe nga ndonjë pronar më i dedikuar, është shumë problem që të balancohet në mënyrë që t'i përmbush kërkesat e qenit dhe përveç kësaj në të shumtën e rasteve gjenden faktorë alergjen të ndryshëm në ushqimet shtëpiake dhe melmesat me të cilat bëhen ushqimet shtëpiake në shumë raste dinë të shkaktojnë edhe irritim gastrointestinal në mënyrë që dhe në këtë mënyrë duhet të kenë kujdes dhe të ushqehen me ushqime vetëm kokër. Këtë rekomandim e bëjmë ne.